Avokata, mund ta thoni pak se si ka ndodhur e gjithë ngjarja në Roskovec, pra kur po themi u qellua për vdekje vjerri dhe vjerra dhe më pas qelloi dhe veten. Çfarë histori është kjo? Po, atëre, historia e ka zanafillën e saj ose shkakun e saj që para 9 vitesh. Në momenti kur Rozalina Plaku është dashuruar me djalin e familjes Buzi. Dhe në këto moment ata krijuan edhe atë fejesën e tyre, e cila më vonë u prish si rezultati i marrëdhënieve dhe i konflikteve që kishin me njëri tjetrin. Ky djalë që ishin rritur njëri me tjetrin dhe ishin komshi aty, në një moment largohet nga qyteti dhe shkon në Angli. Marrëdhëniet atje në Angli e ftohen dhe më tepër me Rozalinën, por për ta mbajtur të lidhur Rozalinën, vajzën, ky i ka dërguar një shumë të madhe lekësh. Dhe kjo është bërë shkaku i lidhjes dhe i konfliktit që vazhdoi më tej. Shumë e madhe e lekëve që ka dërguar nga Anglia djali e ka motivuar që ta mbante më afër vajzën. Dhe vajza për hir të gjendjes ekonomike të saj dhe të lekëve që po vinin nga Anglia, si duket i pëlqeu marrëdhënia e financiare dhe e mbajti disa kohë derisa u shpenzuan të gjithë kjo shumë e madhe financiare. Në këtë moment ky vjen në Shqipëri dhe konflikti filloi për kthimin e lekëve, sepse ato lekë ishin edhe për familjen Buzi, nuk ishin vetëm për familjen Plaku. Paçka se vajza i kishte shpenzuar gjitha lekët. Ky konflikt vazhdoi pastaj, sepse ky kërkonte t'i ktheshin lekët dhe vajza i thoshte nuk kemi punë më bashkë për sa i përket pjesës, duke ngatruar pjesën e marrëdhënieve dashurore me marrëdhënien financiare. Dhe nga dita në ditë të dyja palët ankoheshin në polici. Pala e vajzës ankoi se me pretendimin se më ngacmon vajzën, më intimidon vajzën, më përdjeg vajzën. Pala tjetër kërkonte kthimin e shumës së lekëve, dhe kjo kthimi i shumës së lekëve që nuk erdhi asnjëherë, solli këtë gjendje fatale të vrasjes ose të vetvrasjes së djalit. Këto lloj lidhjesh, këto lloj marrëdhënies, gjithmonë sjellin tragjedi, sjellin shqetësime, sjellin probleme jo vetëm brenda familjes, por edhe në shoqërinë civile që është aty rreth. U ngrit me madhe sepse djali përdiqte vajzën dhe arsyeja që pse djali përdiqte vajzën ishte dashuria. Por duke e parë pak më thellë çështjen, shikojmë që çështja nuk ishte vetëm çështja e marrëdhënieve dashurore ose njohjes dhe afinitetit ndërmjet vajzës dhe djalit. Por vajza kishte pranuar shumën e lekëve. Dhe këtë shumë lekësh e kishte futur dofta në familje, dofta e kishte prishur në marrëdhënie që ajo vazhdonte shkollën e infermierisë, atë e di vetëm vajza. Por si rezultat i kësaj marrëdhënie dhe ngatresës ndërmjet marrëdhënies familjare dhe marrëdhënieve të financës, solli një ngatresë të madhe dhe rriti tensionin e marrëdhënieve ndërmjet dy familjeve.
Dhe ky tension si rezultat erdhi me një viktim nga familja Buzi dhe 2 viktima nga familja e Plakut. Rekomandimi këshilla që unë do t'jepsha sepse këtu shteti nuk ka punë, ndërkohë që edhe pse ka ndërhyrë disa herë për të shuar këtë konflikt, ai do të vazhdonte në heshtje, sepse ana financiare është ana më e prekshme për shoqërinë tonë që jemi një shoqëri mjaft e varfër dhe mjaft e ndjeshme për sa i përket çështjes financiare. Dhe do të thosha që ngatrimi i këtyre marrëdhënieve dhe naiviteti qoftë i djalit, po qoftë edhe i vajzës për sa i përket pranimit të financës, ka një rezultat negativ. Dhe ky rezultat negativ që erdhi krijoi hapi dhe një ndek të madh për sot dhe për nesër. Hapi një ndek të madh sepse në familjen Plaku dhe pse ishte problematik djali Nertili, përsëri që la 2 viktima në këtë familje dhe ata janë gjiton, janë rritur njëri me tjetrin, do thotë që kjo do vazhdojë dhe nesër. Inshallah nuk arrin deri ke viktima, sepse të dy palët kanë gabimet dhe fajet e tyre për mendimin tim dhe për gjykimin tim, sepse nëse do t'ishte në mes vetëm pjesa e ndjenjës e dashurisë, do të kishim një zgjidhje të asaj pjese dhe gjithë secili do shkonte në drejtimin e tij. Por ngatrimi i sumave financiare të ardhura nga Anglia e agravoi situatën dhe solli këtë gjendje mjaft të rëndë që u krijua ditën e premte në Roskovec. Dhe ngjarje të tilla ne kemi vazhdimisht sepse ngatrohen çështja e ndjenjave, çështje financiare. Kuptohet që emigracioni është një plagë tjetër mjaft e madhe që krijohet si rezultat i papunësisë, i gjendjes ekonomike në cilën jeton kjo shtresë e shoqërisë shqiptare. Por dhe marrja dhe mos kthimi i sumave, dhe kjo është mjaft e rëndë. Është një mungesë korrektese dhe një mungesë serioziteti ndërmjet dy familjeve për të kthyer borxhin ose atë lek që ishte sipas një marrëveshje jo të shkruar më tashmë, por një marrëveshje ndërmjet të dy të rinjve të cilët ishin njohur njëri me tjetrin. Dhe kjo tragjedi, dhe pse djali ja fali jetën vajzës, sepse dhe pse mbajti 2 orë peng atje në makinë, përsëri e lçoi dhe në gjendjen e rëndë emocionale, pasi ai nuk ishte një killer, por e bëri vetjeta dhe ana financiare që ai të kthej në një kriminal, bëri atë në krimin e vetvrasjes në ana e tij, sepse ai nuk gjeti ose nuk diti policia nëpërmjet negociatave që ta zbuste ngarkesën emocionale të këtij të shtetasit. Ne sot si shoqëri humbëm 3 jetë njerëzish. Humbëm 3 jetë njerëzish, por po ta shohim dhe më thellë humbëm edhe 2 familje. Konflikti ndërmjet 2 familjeve do vazhdoj për jetë tash, sepse të dyja familjet kanë humbje jetë. Kush ishte shkaku dhe kush pasoja pasaj, janë pjesë e një marrëdhënie të papjekur, të nxituar, do të thosha unë, që djali i dërgoi lekët të gjitha ke vajza. Ajo shumë lekësh dofta nuk ishte vetëm e djalit. Dofta ajo shumë lekësh ishte edhe tek disa të tretë që mund të kishte djali, por për shkak të
atit mirëbesimi që pati me vajzën dhe të marrëdhënies që pati me vajzën, arriti deri aty sa t'ia dërgonte të gjitha lekët vajzës dhe vazhdimisht i kërkonte llogaria e saj se ku janë lekët dhe pse nuk i çon kjo familje prindërve të mi. Vajza ndofta për karakterin e saj, për natyrën e saj, për sjelljen e saj dhe për nivelin e saj ekonomiko-financiar, i ka shpenzuar gjitha ato lekë. I ka shpenzuar ato lekë me mendimin se nuk do ja kthente dhe do t'ja refuzonte edhe dashuri dhe lidhje këtij të djalit të ri dhe duke menduar mjaft lehtë dhe duke mos u thelluar në marrëdhënie qoftë familjare, po qoftë dashurore dhe financiare, arritën deri aty sa të agravonte situata dhe të shkonte në vrasje të vjerit koza plakut dhe pasaj u plagos edhe Belere plaku, e cila sipas informacionit që ne kemi edhe ajo ka ndruar jetë në spital. Pra do thot që Rozalina sot humbi prindit e saj si rezultat i një momenti të lumtur që ajo pati në dorë një shumë parash të cilën e shpenzoi në mënyrë jo korrekte dhe eficiente, ashtu siç duhet siç e mori dhe siç duhet ta menaxhonte këtë shumë, ajo arriti që ta shpenzonte në mënyrën më të keqe të mundshme, duke krijuar dhe këtë konflikt mjaft të rënd ndërmjet dy familjeve në Villish të Roskovecit. Avokata, mund të ishte shmangur si ngjarje? Unë mendoj që jo. Dikush thot po, unë mendoj që jo, sepse në momenti kur janë marrëdhënie financiare në mes, janë të dorës dytë ndjenjat dhe dashuria. Marrëdhëniet financiare të cilat ky kishte fituar ashtu siç i kishte fituar, nuk e dim si i ka fituar në Angli, ja tha kësaj të dashurës tij. E dashura i pranoi me mjaft respekt ose me mjaft dashuri ose me mjaft djallëzi ato lekë, ato shumë të madhe, sepse është një shumë goxha e madhe, nuk është një shumë e vogël. Dhe sepse nuk ka të bëjë me 1 milion lekë ose me 2 milion lekë. Por është një shumë e konsiderueshme e cila nuk mund të prishet për një muaj. Nuk mund blishin 3-4 shtëpi me atë shumë të madhe në Fier. Prandaj po them që shpenzimi i asaj shumë të madhe e vuri para përgjegjësisë djalin, i cili jetonte në një familje të thjeshtë në Villish të Roskovecit dhe për sa kohë nuk ktheheshin lekët e shpenzuara, detyrimisht që nuk mund të shuhej dhe konflikti. Duhet të riktheheshin lekët që të shuhej konflikti. Prandaj them unë që ishte pashmangshme konflikti, sepse nuk po ktheheshin financat. Kjo është arsye. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.